Nuk ndalen reagimet e partive pasi prokuroria njoftoi për zgjerimin e hetimit për tragjedinë në Koçan me 19 persona të tjerë. Sipas BDI-s, ushtrohet sulm institucional ndaj shqiptarëve në vend. Nga kjo parti njoftuan se kryeprokurori Lupço Kocevski është nën presion politik për shkarkim nga ana e kryeministrit dhe se hetimi është selektiv. BDI-u bën thirrje profesionistëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Prokurorinë Publike që të mos lejojnë të bëhen pjesë e kësaj tregtie, me ndikim dhe përmes kësaj të mos e legjitimojnë këtë pazar politik. Ajo që po na shfaqet nuk është drejtësi institucionale një anshëm ndaj popullit shqiptar në këtë vend. Nga LSDM mendojnë se hetimi në vend që të sjell drejtësi u shndrua në fars. Sipas socialdemokratëve, hetimi është rast klasik i mbrojtjes politike, ndërsa ministri Pançe Toshkovski mbron kuadrot e tij. Edhe pas zgjerimit hetimit një gjë është e qartë, nuk kërkohet asnjë përgjegjësi nga ata që atë natë të kopshme ishin në funksion në MPB, por edhe institucionet të tjera të cilët kishin për obligim që ta parandalojnë ngjarjen. Kjo është drejtësi selektive e VMRO-DPMN, ku Toshkovski i mbron ata që i ka emëruar në funksione. U përgjigjen nga VMRO-DPMN e porositen LSDM-n që të informohet. Nuk do të tregojmë detaje për shkak se institucionet kompetente njoftojnë në bazë ditore për ato që nuk do ndikojnë në hetim. LSD tani mund vetëm të dëgjojnë përkatësisht të informohen për hetimin, së pari për ato që e kanë lëshuar dhe pastaj edhe për ato që është duke ndodhur. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski paraprakisht tha se hetimi nuk guxon të politizohet, ndërsa kryeprokurori Lupço Kocevski tha se prokuroria po punon sipas ligjeve dhe garanton se nuk do të ketë selektivitet.